Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, nga unë Tirona Lili, ja ku po vim sot me lajme plot, me ngjarje plot, me situata plot, të pathëna në fakt për të gjithë banorët që janë brenda shtëpisë Big Brotherit. Por dua të ndaloj tek gjesti, tek kryefjala e këtij viti, tek djali që në fakt të tundi këtë shtëpi dhe i nxori të gjithë puplat kësaj shtëpie. Gjesti po thyen rekorde botërore dhe shqiptare. Për vetëm se 134 ditë brenda kësaj shtëpie, Gjesti ka thyer rekordin e qëndrimit në shtëpinë e Big Brotherit për Big Brotherin shqiptar. Edhe 4 ditë, Gjesti thyen rekordin botëror. Unë kam krijuar një lajm, më pas do ta komentojmë këtë që unë do të lexoj. Në një moment historik dhe të paharrueshëm për realitetin shqiptar, Gjesti, banori karizmatik i Big Brother VIP Albania 4, ka hyrë në histori duke thyer rekordin kombëtar të qëndrimit më të gjatë brenda shtëpisë së famshme. Rekordi më parshëm shqiptar ishte 134 ditë, por me përkushtimin, durimin dhe vendosmërinë e tij, Gjesti ka arritur të qëndrojë plot 145 ditë brenda shtëpisë, duke u bërë simboli një loje qëndrese dhe përshtatje me sfidat sociale dhe emocionale që e shoqërojnë eksperiencën brenda këtij formati. Gjesti, i cili ka fituar zemrat e publikut dhe ka tërhequr vëmendjen me personalitetin e tij të ndjeshëm dhe të fortë njëkohësisht, tashmë synon një tjetër rekord. Vetëm 4 ditë më shumë ndajnë nga thyerja e rekordit botëror të qëndrimit në një format të Big Brother, i cili aktualisht mban 149 ditë. Gjesti vazhdon të qëndron brenda shtëpisë dhe do regjistrohet si banori që ka kaluar më shumë ditë nën kamerat 24/7, duke sfiduar kufinë dhe pritshmëritë e çdo loje. Qëndrimi i Gjestit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania ka qenë i mbushur me momente të paharrueshme, që nga përplasjet e forta me banorët e tjerë deri tek momentet e ngrohta të reflektimit dhe ndërimit të miqësive të thella. Ai ka treguar një aftësi të jashtëzakonshme për të përballuar presionin emocional dhe psikologjik të këtij formati intensiv. Personaliteti i tij ka bërë që shumë shikues të ndjehen të lidhur me të, duke e bërë atë një nga personazhet më të dashur dhe të përfolur në këtë sezon. Gjesti ka arritur të përballojë jo vetëm presionin e lojës, por edhe intensitetin e jetesës së përbashkët me karaktere të ndryshme. Në një hapësirë të mbyllur ku gjithçka monitorohet dhe gjykohet nga publiku, për më tepër, ai ka mbetur autentik dhe i vërtet ndaj vetes, një cilësi që ka frymëzuar shumë të tjerë jashtë shtëpisë. Ndërsa afrohet dita kur Gjesti mund të thyej edhe rekordin botëror të 149 ditëve, emocionet brenda dhe jashtë shtëpisë janë shumë të mëdha. Shikuesit janë të ngazëllyer për të ndjekur çdo moment të kësaj gare historike, ndërsa tani tensioni mes banorëve vetëm sa po rritet me kalimin e kohës. Çdo sekond e qëndrimit të tij në një emocion të ri, duke e bërë këtë një nga kapitujt më të jashtëzakonshëm të formatit Big Brother në të gjithë historinë e tij. Nëse Gjesti arrin të thyejë rekordin botëror, ai nuk do të shënojë vetëm një arritje personale, por edhe një moment krenarie për të gjithë shikuesit dhe për shqiptarët në tërësi, duke e vendosur Big Brother VIP Albania në hartën ndërkombëtare të këtij formati të dashur. Gjesti ka dëshmuar se është një lojtar i paepur, që di të përballojë çdo sfidë me qetësi dhe inteligjencë, nga momentet e tensionet mes banorëve deri tek momentet e vetmisë dhe reflektimit personal. Ai ka mbetur një nga figurat më të fuqishme dhe më të qëndrueshme të këtij sezoni, ndërsa të gjithë presin me padurim për fundimin e këtij kapitulli historik, një gjë është e sigurt. Gjesti ka lënë një gjurmë të pashlyeshme në Big Brother VIP Albania dhe zemrat e publikut. Nëse arrin të thyej edhe rekordin botëror, ky do të jetë një triumf jo vetëm për të, por edhe për të gjithë ata që kanë besuar dhe kanë mbështetur atë gjatë këtij udhtimi të jashtëzakonshëm. Do me thënë, për ta kuptuar, Gjesti ka thyer rekordin e qëndrueshmërisë në Big Brother, duke u lidhur me Big Brotherin e Kosovës. Do me thënë, banori i cili ka ndenjur në Big Brother më gjatë, në Big Brother Albania, ka qenë 134 ditë.
Gjesti ka bërë 145 ditë brenda kësaj shtëpie. Tani, në momentin që Gjesti do të arrijë të bëjë 149 ditë, që në kupton janë edhe 4 ditë, Gjesti do të thyej rekordin botëror të banorit i cili qëndron brenda në një shtëpi në Big Brother, izoluar, i përndjekur 24/7 nga kamerat. Kjo është një fitore për Top Channelin, kjo është një fitore për produksionin, kjo është një fitore për të gjitha ato të cilët e punojnë këtë reality show, për logjikën që kanë përdorur, për mendjen që kanë përdorur, që të gjejnë një djalë kaq të ri, i cili po udhton nga Big Brotheri në Big Brother, që po thyen në rekorde, që po thyen në rekorde qëndrueshmërie. Domethënë Gjesti po bën 149 ditë të shkuara drejt 200 ditëve në shtëpinë e Big Brotherit. Kjo është në fakt një vërtet arritje shumë e madhe, sepse vetë mendimi juaj të mendoni të rini 149 ditë brenda 4 mureve të monitoruar, brenda një loje, me strategji, me urdhra nga produksioni, do me thënë një botë krejtësisht në vete. Gjesti këtë gjë ka përballuar dhe kjo tregon që është fenomen, është fenomeni i cili po thyen çdo rekord të mundshëm. Dua të marr mendimin tuaj për këtë arritje kaq të madhe, në fakt dua të përgëzdoj edhe Top Channel që po bën një punë kaq të madhe dhe kaq të bukur dhe kaq të palodhshme, të paktën në syrin e Gjestit, domethënë le të themi edhe po ja lehtësojnë çik qëndrimin e tij aty brenda. Dua të marr mendimin tuaj, si e shikoni ju këtë ngjarje dhe me çfarë do ta përuroni Top Channelin që vërtet ditë të dhuroj spektakle. Gëzuar Top Channel, gëzuar Gjesti për këtë rekord botëror që keni thyer.